Mbani mandarina në shtëpi dhe i konsumoni në këtë mënyrë, nuk do vuani kurrë nga këto tre probleme. Mandarinat janë të pasura me fibra, vitamina dhe antioksidantë të dobishëm për shëndetin dhe linjat, cilat janë përfitimet që do të sjellë konsumi i rregullt i mandarinave sipas BRIGHT Sign. Të shijshme dhe të sezonit, mandarinat në vjesht janë një recetë vërtet e mirë për shëndetin gjithashtu edhe për bukurinë. Ato janë në një burim i shkëlqyer i vlefshëm që kryen një veprim mbrojtës edhe për shëndetin edhe për trupin tuaj. Ato sjellin antioksidantë të fuqishëm që kundërshtojnë veprimin e radikaleve të lira, ndikojnë në mospllakjen e qelizave dhe për më tepër ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit. Një arsye tjetër e mirë për t'i përfshirë ato në dietën tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mandarinat si portokalli dhe varietetet e tjera të agrumeve sigurojnë pektin, një fibër e tretshme e cila lufton sulmet e papritura të urisë. Konsumi i mandarinave për më tepër do të ofrojë veprime të mira probiotike. Pektina lehtëson zorën dhe promovon rritjen e bakterieve të mira të dobishme për mbajtjen në formë dhe të shëndetshme të organizmit, por tregoni kujdes me sasinë. Mandarinat sjellin rreth 72 kalori për 100 gram dhe janë një frut shumë i sheqerosur. Ato sigurojnë gjithashtu sheqerna të thjeshta që asimilohen lehtë nga trupi i njeriut. Ideale është që t'i konsumoni ato për mëngjes si një mezet të lehtë midis vakteve, dhe vlerat që do të merrni në mbrojtjen e shëndetit do ta shndrojnë atë në një nga produktet më të çmuara, gjithashtu edhe në rritjen e përfitimeve të trupit. Në këtë video, sipas BRIGHT Sign, do të rendisim të gjitha përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i rregullt i këtij fruti në dietën tuaj të përgjithshme. Do të keni më shumë energji, sidomos në muajt e ftohtë. Mandarinat sjellin minerale aleate në funksionin e dur gjithashtu edhe të sistemit tuaj nervor. Ato janë të pasura me kalium, gjithashtu edhe me magnez, dhe janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj të përgjithshëm. Është e rëndësishme që t'i konsumoni si duhet dhe kështu vlerat që do të merrni prej tyre do ju bëjnë ndryshimet rrënjësore. Përveç se sigurojnë vitaminën B, përfshirë vitaminën B1, B3, B5, gjithashtu B6 dhe B9, ato janë të dobishme në luftën kundër lodhjeve mendore, fizike dhe mund të marrin më shumë energji për trupin e njeriut. Ndaj konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt, sidomos gjatë sezonit të tyre, do t'jap përfitime kryesore edhe në shëndetin tuaj. Mandarinat do ju bëjnë që të jeni edhe në një lëkurë më të shëndetshme dhe të dukeni akoma dhe më të rinj. Mandarinat kanë veti të mira kundër plakjes. Ato janë një burim i shkëlqyer i antioksidantëve. Janë të pasura gjithashtu me vitaminën C të dobishme për prodhimin e kolagjenit, proteinë e cila përdoret nga lëkura, kockat, gjithashtu edhe tendinat. Ajo mund të ofrojë edhe muskuj dhe thoj akoma dhe më të shëndetshëm. Fal veprimeve të saj të mira kundër plakjes, bllokon veprimet e dëmshme të radikaleve të lira, të cilat mund të kundërveprojnë me stresin oksidues, përgjegjës kjo edhe për plakjen e parakoshme të indeve. Do të keni më pak toksina në trupin tuaj me konsumin e rregullt të mandarinave në dietën e përgjithshme. Mandarinat kanë veprime të mira detoksifikuese, sigurojnë nivele të mira të fibrave, të domosdoshme për të ndihmuar në eliminimin e toksinave dhe substancave dhe mbeturinave që shkaktojnë dëme në organizëm. Do të vini re gjithashtu rezultate më të mira sportive me konsumin e rregullt të mandarinave. Ato do të sigurojnë sheqerna, të cilat menjëherë sigurojnë energji të mirë për trupin. Siguroni që të keni një larmit të mineraleve në dietën tuaj edhe me përfshirjen e mandarinave. Pasi kështu, vlerat që do të merrni prej tyre do të bëjnë ndryshime rrënjësore për shëndetin e përgjithshëm. Mund të shtoni mandarina pa frikë në dietën tuaj. Pasi kështu do të keni edhe ndikimin e saj pozitiv në mbrojtjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Mandarinat janë një zgjidhje shumë e mirë edhe në periudhën e dimrit për të përmirësuar imunitetin, sidomos edhe kundër komplikacioneve të tyre. Mandarinat janë një nga frutat popullor më të shëndetshëm të stinës, dhe vlerat që do të merrni prej tyre do të kthehen edhe në një zgjidhje fantastike kundër komplikacioneve.
Ato kanë një reputacion të mirë për mbrojtjen e imunitetit. Si çdo agrume tjetër, mandarinat kanë një bollëk të mirë të vitaminës C. Ajo gjithashtu ka element të mirë fuqishëm edhe kundër komplikacioneve, sidomos edhe problemeve të syve. Në 100 grame mandarina ju do të gjeni afërsisht 14% të masës rekomanduar ditore të vitaminës A. Falë vitaminës A dhe vitaminës C, mandarina ndihmojnë trupin tuaj në luftën kundër inflamacioneve pasi përmbajnë një sasi të madhe të antioksidantëve, element këto shumë të rëndësishëm në rritjen e vlerave të trupit. Ato ndihmojnë në rritjen e sistemit imunitar dhe e gjejnë më pas dhe shkatrojnë të gjitha organizmat e dëmshëm dhe lejojnë trupin që të jetë më i mbrojtur kundër luhatjeve të temperaturave. Vitamina C gjithashtu është një burim shumë i mirë për qarkullimin e gjakut dhe mbrojtjen e shëndetit të zemrës. Kaliumi, i cili gjendet me shumicë te mandarinat, është i mirë për qarkullimin e duhur të gjakut pasi zgjeron enët e gjakut dhe nuk mund të shkaktojë komplikacione. Prandaj nuk duhet të teproni me kaliumin dhe të konsumoni 2 deri në 4 mandarina çdo ditë. Si një zgjedhje të mirë ushqyese, mandarinat duhet të konsumohen në mënyrë të rregullt. Vlerat që do t'i ofrojnë në trupin tuaj do ta kthejnë atë në një nga produktet më të çmuara në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Gjithashtu mandarina mund të ofrojë përfitime të shëndetshme. Përfitimet shëndetësore të mandarinave janë të gjëra, sidomos edhe për shëndetin e lëkurës. Të kesh nivele të shëndetshme të vitaminës C në trup është shumë e rëndësishme për të patur gjithashtu edhe një lëkurë më të shëndetshme dhe më të mbrojtur. Është treguar se vitamina C luan një rol jetik në mënyrën se si trupi juaj mund të prodhojë kolagjenin. Kolagjeni është ai që bën lëkurën të duket më rinore. Gjithashtu është treguar se vitamina C parandalon dhe trajton dëmtimet e lëkurës të shkaktuara nga ekspozimi në diell. Përmirëson edhe shëndetin e syve. Një përfitim tjetër i përmbajtjes së lartë të vitaminës C tek mandarinat është mbështetja e saj për shëndetin e syve. Ka prova që vitamina C dhe antioksidantët mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për përthithjen në mineraleve dhe elementeve të tjerë të shëndetshëm për syt. Mandarinat janë të mira për shëndetin tuaj të zemrës. Një studim 5 vjeçar i më shumë se 500.000 të rriturve zbuloi se konsumi i të paktën gjysmë filxhani fruta të freskëta një herë në ditë mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Pjesëmarrësit që hanin fruta çdo ditë kishin afërsisht 33% më pak gjasa të humbisnin jetën pas një ataku në zemër ose goditje në tru. Mandarinat janë një opsion i shkëlqyer për të ushtuar në dietën tuaj. Kjo falë ndikimeve të rëndësishme ushqyese që ato do të ofrojnë kundër këtyre komplikacioneve. Nëse doni të përmirësoni peshën tuaj trupore dhe të mbani larg komplikacionet, përfshini mandarinat në dietën tuaj të rregullt. Mandarinat mundet të ndihmojnë edhe në humbjen e kilogramëve të tepër dhe në rritjen e përditshme të fibrave në organizëm. Agrumet duke përfshirë mandarinat sigurojnë në fibra të patretshme një lloj që nuk fermentohet zorë si celuloza. Kjo lloj fibre rrit ndjenjën e ngopjes duke ngadalësuar kalimin e ushqimeve nëpërmjet traktit tretës. Nga ana tjetër ato ndihmojnë në rregullimin e oreksit i cili mund të nxjisë edhe humbjen e peshës. Ulëntimet tregojnë se njerëzit që konsumojnë më shumë fibra krahasuar me ato që konsumojnë më pak fibër janë gjithashtu të aftë të ruajnë më mirë peshën e tyre trupore. Ajo që e bën mandarinën ndryshe nga portokalli është edhe mallësia e saj. Duke qenë se portokejt janë më të mëdhenj, prandaj përmbajnë në dukshëm më shumë vitaminë C dhe fibër. Ajo që e bën gjithashtu mandarinën një zgjidhje të mirë është të konsumohen edhe si një ushqyes i kudo ndodhur, prandaj vlerat e tyre do të jenë të larta për organizmin. Ekspertët këshillojnë vetëm të mos e teproni dhe të konsumoni si duhet. Atëherë vlerat që do të marrë shëndeti juaj do ta cilësojnë atë një prej frutave më të vlefshëm në rritjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.